Disa raste të shkeljeve të ligjit janë evidentuar në qarkun e Shkodrës nga strukturat e policisë, ku nuk kanë munguar arrestimet dhe procedimet penale për vepra të ndryshme. Një 39 vjeçare është arrestuar në flagrancë nga specialistët e qarkullimit rrugor, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare kanë referuar materiale në prokurori për 2 administratorë lokalesh në zonën e Shirokos, të cilët akuzohen për mosdeklarim të punëtonjësve dhe mos lëshim të kuponit tatimor për shërbimin e ofruar. Po ashtu, një 58 vjeçar është proceduar penalisht pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj nënës së tij. Në një tjetër rast, një 31 vjeçar është proceduar për ngacmim seksual ndaj një 23 vjeçareje, ndërsa një 20 vjeç nga Malizi është proceduar në gjendje të lirë në pikën kufitare të Moriçanit, pasi dyshohet se përdorte një leje drejtimi të falsifikuar. Policia bën me dije gjithashtu se është kallëzuar largimi nga banesa i një 15 vjeçari, për të cilën vijon kërkimi për gjetjen e tij. Materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.